Gjelozia që nuk thuhet, por që Dieg, Alba, Eliona dhe Lim, një trekëndësh emocional që shpërthen pasë në Big Brother Kosova, në shtëpinë e Big Brother Kosova. Tensionet më të forta nuk lindin gjithmonë nga debatet me zë të lartë, por nga fjalitë e vogla, pyetjet e thjeshta dhe nënkuptimet që prekin plagë të hapura. Pikërisht kështu ndodhi edhe këtë herë, kur Eliona, me një pyetje në dukje të pafajshme, arriti të trazojë një stujë emocionale që përfshiu Albën dhe vendosi Limin në qendër të një reflektimi të ftohtë mbi marrëdhëniet. Pyetja që nuk ishte rastësore, Eliona e qet në pamje të parë, por e mbret në fjalë e pyeti Limin. Si ndihesh kur të lë dikush? A të vjen keq, a mërzitesh? Kjo pyetje nuk ra në tokë të zbrazët. Ajo u bë në një moment kur Alba ndodhej aty pranë, kur tensionet e mëparshme mes saj dhe Limit nuk ishin shuar dhe kur çdo fjalë që përmendte lënien kishte peshë emocionale. Lim u përgjigj pa hezitim, me atë qetësinë e tij karakteristike. Nuk e di. Eliona u habit, si nuk e din. Dhe atëherë erdhi fjalia që do të jehonte gjatë në shtëpi, nuk më ka lënë kush kurrë. Vetëm unë kam lënë. Alba, xhelozi që nuk e flet, por shihet në atë moment, Alba nuk tha asgjë. Por fytyra e saj ndryshoi. Sytë ju ngurtësuan, buzëqeshja e zakonshme u zhduk. Dhe trupi i saj mori një qëndrim mbrojtës. Xhelozia nuk u shpreh me fjalë, por me gjeste, me heshtje dhe me tension. Ajo nuk u mërzit vetëm nga përgjigjja e Limit. Ajo u mërzit nga fakti që Eliona ishte ajo që ja bëri pyetjen. Për Albën, kjo ishte ndërhyrje. Ishte sikur Eliona po hynte në një territor që Alba e konsideronte ende të sajnë emocionalisht. Në mendjen e Albës, pyetja nuk ishte neutrale. Ishte krahasim, provokim dhe ndoshta një kujtesë e dhimbshme. Eliona nuk e haron, Eliona, duke e ndjerë tensionin, por pa u tërhequr, hodhi një fjali tjetër që e bëri situatën edhe më të rëndë, po Alba, para një 2 javësh. Vetë ke thënë, nuk të dua më, Lim hoti, se nuk je bëri gjallë. Kjo fjali ra si bomë. Sepse ishte e vërtet. Alba e kishte thënë atë. E kishte thënë në një moment zhgënjimi, ndoshta për të mbrojtur veten, ndoshta për të treguar forcë, por tani, kjo fjali u kthye kundër saj. Alba përballë pasqyrës së saj, Alba u ndje e zhveshur emocionalisht. Fjalët e Elionës ja sollën përpara syve një version të saj që ajo nuk donte ta shihte, një vajzë që kishte thënë nuk të dua më, por që ende reagonte, ende xhelozohej, ende lëndohej. Ajo e kuptoi se nuk ishte aq e shkputur sa donte të dukej. Ndjenjat nuk kishin ikur dhe Lim kishte ende fuqi mbi të. Kjo e bëri të ndihej keq. Jo vetëm ndaj Elionës, por edhe ndaj vetes. Lim, i ftohtë, i prerë, i pandryshuar, Lim, nga ana tjetër, nuk u përfshi emocionalisht në përplasjen mes vajzave. Ai qëndroi i njëjtë. Me një ton të shesht, pa dram, pa pendes, e përsëriti qëndrimin e tij, nuk më ka lënë kush asnjëherë. Nuk e di si është ajo ndjenjë. Kjo fjali, e thënë për herë të dytë, e forcoi imazhin e tij si një njeri që nuk lejon të braktiset, mbyll marrëdhëniet para se të mbyllen për të, dhe ruan kontrollin emocional, por kjo gjithashtu tregoi diçka tjetër. Një distancë emocionale që lëndon ata që janë përballë tij. Banorët e tjerë ndjejnë dramën, të tjerët në shtëpi ndjejnë menjëherë ndryshimin e atmosferës. Bisedat u shuan. Disa shikonin Albën me keqardhje. Disa Elionën me dyshim. Disa Limin me admirim, disa me shqetësim, sepse kjo nuk ishte thjesht një bisedë. Ishte një përplasje emocionesh, një rikthim i së kaluarës dhe një provë force psikologjike, një trekëndësh që nuk ka balancë. Në këtë histori, Alba është ajo që ndjen më shumë, por flet më pak. Eliona është ajo që flet hapur dhe prek plagët. Lim është ai që qëndron i ftohtë dhe i paprekur. Kjo e bën situatën të pabalancuar. Sepse kur njëra palë ndjen, tjetra provokon dhe e treta nuk reagon, tensioni vetëm rritet. Përfundim, xhelozia e Albës ndaj Elionës, pyetja për lënien, referimi i fjalëve të vjetra dhe deklarata e Limit se nuk më ka lënë kush, vetëm unë kam lënë, krijuan një nga momentet më të forta emocionale në Big Brother Kosova, sepse kjo situatë tregoi se e kaluara nuk harrohet, fjalët e thëna kthehen dhe ndjenjat nuk zhduken kur thuhet nuk të dua më. Në këtë shtëpi, gjithçka regjistrohet. Dhe çdo emocion, herët avon, del në sipërfaqe.